إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën rregullimi i varrezave. Vëllezër të dashur, nga çështjet shumë të rëndësishme në kohën tonë dhe në vendet tona është edhe çështja e rregullimit të varrezave. Islami na mëson se të vdekurin duhet ta varrosim në tokë, të drejtuar anën e djathtë të tij ka kibleja dhe pastaj ta mbulojmë me dheje. Sa i përket rregullimit të varit, vari duhet të jetë pak i ngritur nga toka, vetëm që të njihet se është varr që mos të shkelet nga dikush. Është e lejuar të vendoset një gur nga koka dhe një gur nga këmbët, dhe është e lejuar të shkruhet diçka thjesht emër mbi emër që të njihet vari i kujt është. Se ky është sunnet i pejgamberit alayhis salam në rregullimin e varrezave, kemi hadithin pejgamberit sallam ku thotë Rawal Qasim ibn Muhammed qal, ka treguar Qasim ibn Muhammed, nipi i Aishës radiallahu anha, kur e ka vizituar hallën e vete Aishën. Qasimi ka shkuar në vizitë te Aishja dhe i ka thënë kështu: Dakhaltu ala Aishata fakult, hyra te halla ime te Aisha dhe i thash: Ja umma, oj nëna ime. Pse nëna ime? Sepse gratë e pejgamberit alayhis salam janë nënat tona. Me ajet kuranor ummahatul mu'minin, dhe ki e ka thirrë me këtë emër hallën e vete, ja umma. Ikshifi li an qabri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibei. A ka mundësi ta hekish perden, se pejgamberi sallam ishte varroset në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, pastaj aty u varros Ebu Bekri, Omeri, dhe kjo vendosi edhe një perde. Tha, ka mundësi ta largosh perden dhe të shoh si duket vari i pejgamberit alayhis salam dhe i dy shokëve të tij. Fekeshefet li an thalathati kubur. Atëherë halla ime e largoi perden dhe mi tregoi mua 3 varet të pejgamberit alayhis salam, njeriut më të mirë të njerëzimit të gjitha kohrave me dëshmi të Allahut xhelleshanuhu, i Ebu Bekrit dhe Omerit të përgëzuarit me xhennet, të lavdruar me tekste, sidomos hadithet e pejgamberit alayhis salam, si ju duken varet këtyre 3 pejgamberit, në veçanti dhe 2 njerëzve më të mirë të ummetit të tij, ndërsa Muhamedi alayhis salam më i miri i të gjitha ummeteve. Tha, la mushrifetin wala ta'i'e. Ai zbuloi 3 vare, as të ngritura e as të ulta. Shif, nuk ishin për toke, aman as edhe jo të mëdhoja. Mabtuhatin bi bathatil arsati al hamra, të shtruara me zhavorin e kuq të oborit. Zhavor i shtruar edhe kaq. Pra hadithim na bën të qartë se varet e pejgamberit selam dhe të 2 shokëve të tij kështu
kanë qenë. Nëse kështu kanë qenë varet e këtyre njerëzve të dalluar, atëherë padyshim nënkuptohet nga hadithi se edhe varet tona, pa marrë parasysh kujdo qofshin ato, duhet ta kenë vetëm këtë format që e sqaruam, jo shumë të ngritura mbi tokë, një gur të koka, një të këmbët, shkruhet thjesht emër mbi emër i kujt takon dhe hiç më shumë. Nëse ne shohim sot varrezat e muslimanëve dhe rregullimin e tyre, fatkeqësisht do të hasim në shumë vepra të gabuara sa i përket rregullimit të varrezave, karshi mësimeve të islamit se si duhet të rregullohen varrezat. Fatkeqësisht ne do hasim edhe aty që kanë ndërtuar madje xhami mbi varre, ku ka tekst nga pejgamberi alayhis salam, po për arsye të kohës do të mjaftojmë me kaq, janë të bërë lanet ata që kanë ndërtu xhamia mbi varre. Do shohim edhe kështu. Do të shohim varre të ndërtuara kube mbi to, apo fotografi, apo të ndërtuara me beton, të ndërtuara me mermer, të ndërtuara me ku ta diun çfarë. Duhet ta dim o vëllezër të dashur, duhet ta dim dhe ta mësojmë inshallah se diçka e tillë është e ndaluar në Islam. Për këtë ndalesë ka hadithe pejgamberit selam, ka argumente. Në për tyre thotë kështu: Neha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa yuq'ad alayhi wa yubna alayhi. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të ulet dikush mbi të, ka ndaluar që të suvatohet, me gëlqere, të rregullohet, të bëhet kështu dekoracion, të ulet mbi të dhe të ndërtojmë ndonjë objekt apo ndërtim tjetër mbi to. Pra, hadithi na bën të qartë se ndërtimi i varrit, siç përmendëm më lart, është një vepër e ndaluar në Islam. Nëse dikush veç më e ka të ndërtuar në ndonjë formë për këtyre formave të ndaluara, nëse nuk bëhet fitne, nuk bëhet përçarje, ai duhet ta rregulloj varrin ashtu siç duhet të rregullohet ai me Islam. Lutim Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëj neve, të i bëj fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman, nga ata të cilët praktikojnë mësimet e Islamit sa përket varrezave dhe të gjitha çështjeve të jetës sonë. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim.